Në ambientet e garazhit të një pallati përgjatë bulevardit Ismail Qemali në Vlorë ka rënë zjarr. Zjarri ka përfshirë mjediset nëntoksore të pallatit, aq sa tymi ka bllokuar hyrjen në garazh. Zjarfiksit kanë bërritur në vendngjarje dhe kanë punuar për shuarjen e flakëve dhe largimin e tymit nga mjediset e garazhit, por dhe në dyqanet e katit të parë të pallatit. Zjarri në garazh dyshohet të ketë ardhur për shkak të disa bombulave gazi të një subjekti. Dëmet kanë qenë materiale dhe fatmirësisht nuk raportohet për dëme në njerëz. Shefi i operacionales në zjarfiksen e Vlorës, Luan Kapaj, tregon rreth ndërhyrjes që sipas tij ka qenë e vështirë. Në këtë garazh shërbimi i zjarfiksit mori njoftim për një situatë jashtëzakonisht e vështirë për një zjarr. Menjëherë forcat zjarfikse vënë nga dëshmi për ta vënë në kontroll. Me mjetet që kemi të sofistifikuara si aparate frymarrje, tubo presioni, aparate për nxjerrjen e tymit dhe çdo gjë që ka shërbimi i zjarfikës, u mundua që zjarri mos përhapet në gjithë ambientet e garazhit, por e lokalizuan vetëm në një automjet, i cili u doq pothuajse totalisht për arsye sepse zjarri i kishte përfshirë të gjithë strukturën e këtij automjeti. U arriti të shpëtohet ambientet e poshtme të bizneseve dhe çdo mjet që ishte brenda këtij garazhi. Po këtu zjarret në këto ambiente janë shumë të vështira për t'i vënë në kontroll, sepse duan veprime të specializuara dhe të vështira. Por për momentin ne që e kemi lokalizuar nuk ka asnjë rrezik për hapjen e zjarrit ndaj bizneseve apo edhe në ambientet e pallatit të banesave. Rreziku është eliminuar totalisht. Policia në komunikatën e saj për mediat ka deklaruar se specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori, pasi më datë 30 prill 2025 rreth orës 18:40 në lagjen Lef Sallata në Vlorë, dyshohet se si pasojë një shkëndije elektrike ka rënë zjarr dhe është djegur një automjet tip Volkswagen, i cili ishte i parkuar në një garazh.